Kaderin nuk e kthen asgjë pas lutjes duas. 3 lloj lutjesh bëhen kabul përgjigje, nuk ka dyshim në to. Doja e udhëtarit, lutja e prindit për fëmijën e vet dhe lutja e atina që është bërë zëllon. Dhe kjo është edhe këshill për prindrit që mos të ngurojnë. Prindi do të më lut për vladin e vet çdo ditë. Pastaj doja e prindit pranohet për vladin. Doja e vladit nuk është patjetër për më për prind. Nëse prindi lutet për vlad, për ndonjë kader, ndonjë sprov, ndonjë diçka apo, a ka mundësi më ndryshu, apo ka mundësi fort, ka mundësi fort. Përndryshe, e ku është efekti lutjes së duas? Pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam, la yurdu al-qadara illa ad-du'a. Kaderin nuk e kthen asgjë pas lutjes së duas. Po më budoni. Për shembull, është kader ta që Zoti në smundje. Ti është e vërtet, është drejtë e jotja me bësabër mos me lutë Zotin, heq me të shëru. Fës po du me lutë. Ejubi a.s. nuk e luti. Apo? Ejubi nuk e luti Zotin. A e luti në fund, po me vite nuk e luti Zotin. Fës po du me lutë. S'po du. Tha grozë vetë, s'du me lutë Zotin. Edhe mi marrë me lutë Zotin. Pra, nuk e luti. Ta është me tha na, se hinë gjëna Ejubi, s'tak për Allah pejgamberi Zotit. Po në anën tjetër, ta qenë Zotë e s'munde dhe t'i lutesh, o Zotë jam, ti je shëru, se shafi, ishfini, shëram, ja Rabbil Alamin, dërgëma këtë s'mundje, dërgëma këtë bela, dërgëma këtë s'pro. është legjitime. Dërsa për prind, më lutë prindi për evlad, kjo është edhe më e fort, shumë më e fort. Për përmend vesh një hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, thalathu da'awat mustajabat la shakka fihinna. 3 lloj lutjesh janë bëhen kabul përgjigje, nuk ka dyshim në to, nuk ka dyshim. Da'watul madhlum, da'watul musafir, lutja doja e udhëtarit. Da'watul walid li waladihi, lutja e prindit për fëmijën e vet. O da'watul madhlum, dhe lutja e atina që është bërë zullum. E të dëmtuarit, dëmtuari lutet kundër zullumçarit. Pra kur je udhëtar, shfrytëzoje me ulu se doja jote s'kthehet mrapa. Prindit nuk e kthehet mrapa doja për fëmijën e vet dhe atij që është bërë zullum. Kur dikush të bën zullum, ti mos i lëre marr hakun. Të hakun të ndash me marrë që i duhet. I Zoti jam, kë po bën zullum se po mënet. Unë nuk bi në rang ti, ose s'du më ra, ose s'muj bi, ose s'muj marrë hak, por po drejtohen aty, që je Zoti tim, e Zoti jam, e Zoti gjithësisë, mërë ma hakin, ja Rabbil Alamin. Në dynja, para se ma marrë ma herët. Mërë ma hakin Zoti jam. Këqyre që e bënë Allah. Veç për cilë që e bënë Allah, ti ko shënoj. Pra, doja prindi për vlad është gjithçka është sanimat, shumë sanimat, shumë rëndësishëm. Dhe kjo është edhe këshill për prindrit që mos të ngurojnë. Prindi do të më lutë për evladin e vet çdo ditë. Çdo ditë. Evladin e lutet për prindin çdo ditë, rrallë evlad lutet. A prindi i shkret lutet për evlad. Pastaj doja e prindit pranohet për evlad. Doja e evladit nuk është patjetër për prind. Doja e prindit po. Kështu që ti lutë për evladin tënd, e pranohet inshallah taala.